Përshëndetje, shpresoj që të jeni të gjithë mirë. Ja ku jemi përsëri në një video tjetër. Kemi gati 10 ditë që nuk kemi postuar një video tjetër, sepse ka qenë një periudhë ngarkuar, unë kam qenë në shkollë dhe prandaj sot e gjeta kohën që të jem përsëri me ju. Në këtë video kam filmuar kur kam qenë tek Power Lip, do e keni parë dhe në Instagram dhe do keni të gjithë filmimet dhe këtu në këtë video. Dhe po ashtu sot doja të tregoj një porosi, të bëjmë një unboxing së bashku, disa gjëra që kam porositur nga Shein. Kam menduar të bëj një set fotografik diku dhe këto veshje i përkasin atij seti fotografik dhe doja të tregoj se çfarë kam marrë. Kjo është pakoja. Gjë e parë dhe më e lezetshme është ky kosh i vogël, është prej druri, i përpunuar, aq bukur. Dhe ky do jetë pjesë e setit fotografik ku do mbushet me fruta. Kjo është e gjithë ideja. Ishte shumë bukur. Gjëja e dytë është një fustan. Çfarë materiali? Materiali që nga super lino dhe është ky këtu. Është me mëngë të shkurtra dhe ka një elastik të pjesa e belit. Po ju tregoj dhe më nga afër. Qëndron kështu. Dhe pjesa poshtë vjen e gjitha, nuk e di nëse duket dhe është mirë. Vjen me këtë pjesën lino, pastaj vjen kjo pjesa dantel, pjesë lino dhe përsëri në fund prap kjo pjesa këtu. Është e përpunuar shumë bukur me këto detajet e dantelës, ka dhe këtë pjesën këtu që është e shëndisur. Ky është fustani, e ka marrë në masën X, mos gaboj, sepse këta vim pak të gjerë, do me thënë dhe me këtë elastikun mund i përshtatet dhe një masë më të madhe. Dhe ky është fustani dhe këto detajet të krahun më pëlqyen shumë. Tani do të shihni fotot në Instagram, sepse këtu thjesht po bëj unboxing për të veshur dhe ta shihni në Instagram. Vazhdoj me produktin tjetër. Është kjo gjëja që vendoset tek flokët. Shami, nuk e di si mund ta quajmë. Që vendoset, është e punuar e gjitha me dorë. Materiali është super dhe vendoset tek tek pjesa këtu tek flokët dhe lidhet. Kjo është ideja për të bërë disa foto të bukura. Është shumë e bukur, nuk është e bardhë, ka një ngjyrë si krem, si bezh mund të themi. Dhe produkti i fundit është një produkt shumë viral dhe natyrisht janë syze. Paketimi është një kuti kartoni, pastaj vjen në një shese plastike për mos të dëmtuar. Dhe janë këto syze që janë shumë virale, janë imitimi Miu Miut dhe janë shumë të bukura, kanë këtë detajn këtu. Dhe po i vendosim të shikojmë. Nuk po e shikoj sepse po filmoj, por besoj se i shkojnë çdo personi dhe sa për një foto është okay. Dhe kualiteti i shikimit është njësoj si kur je pa syze, do me thënë, sepse është e bardhë, është transparente dhe nuk është se ka ndonjë ngjyrë apo efekt. Sot kemi vendosur të shkojmë tek Bauer Lip. Bauer Lip është një fermë me kunguj, siç e shihni dhe nga pamjet, tu në Gjermani zhvillohen nga periudha e shtatorit deri në periudhën e nëntorit.
këto firmat me kunguj të ndryshëm dhe ka aktivitete për fëmijë, për të rritur dhe janë vende shumë të bukura dhe ofrojnë, siç e thash, dhe ushqim, ofrojnë aktivitete dhe shumë llojshmëri kunguj, si për të bler ashtu dhe për të parë apo për të bërë video, dhe ishte një vend fantastik. Ne vizituam të dielën e kaluar dhe më pëlqeu shumë përveç këtyre gjërave të frikshme, sepse nga që po vjen dhe Halloween dhe ata i kishin bërë të gjitha gjërat bashk. Kishte shumë kafshë të ndryshme të formuara me kunguj, si ky kërmilli këtu. Kishte vërtet shumë llojshmëri kungush, nuk kisha parë ndonjëherë, ishte shumë bukur. Dhe ndenjëm aty një orë, pastaj morëm diçka për të ngrënë dhe kjo ishte edhe dita në Bauer Lip. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Mirëmëngjes, ja ku jemi përsëri bashk. Sot dua t'ju tregoj 3 produkte të tjera që më kanë ardhur dhe dua që t'i ndaj me ju. Po e nis me produktin e parë, është kjo baby powder, domethënë për fytyrën kur bëj make-up. Jo, nuk është nga Huda Beauty, dhe pse paketimi është njësoj. Është nga La Rain, nëse lexohet kështu, është një markë tjetër dhe ngjason me produktin e Huda Beauty, sepse unë e kam provuar dhe nuk e kam marrë për arsye sepse ishte pak e shtrenjtë dhe thash pse jo, kur kam gjetur të ngjashme si Huda Beauty dhe po të njëjtin rezultat ka. Unë e kam përdorur, prandaj duket edhe pak kështu, domethënë me këtë të bardhën këtu lart. Ky është paketimi. Është njësoj si Huda Beauty, vetëm emri ndryshon dhe e kam marrë normalisht shumë herë më lirë nga TikTok Shop dhe thash pse jo mos ta ndaja me ju dhe t'ua sugjeroja që të merrni diçka me të njëjtin rezultat, por me çmim më të arsyeshëm. Ky është produkti i parë dhe e kam përdorur 2 herë deri tani dhe më ka pëlqyer vërtet shumë. Produkti i dytë dhe më i rëndësishmi është ky parfumi, e kam marrë nga Temu. Është hera e parë që marr një parfum nga Temu, është nga një markë Boys Intense. Ka një aromë shumë të mirë, është për në dimër, sepse po e kërkoja një të tillë dhe është me shije kanele, vanilje dhe me aromë druri dhe një lule, nuk e mbaj mend emrin sepse e ka tek përshkrimi, por ka vërtet aromë fantastike. Jam befasuar me këtë parfum, e kam përdorur dhe kam mbajtur rreth një ditë e gjysmë, domethënë tek pjesa që kam hedhur këtu tek dora dhe nuk e di, për çmimin që kishte ja vlen dhe më pëlqen. Ky është paketimi, 10 nga 10 normalisht. E kam marrë në sasinë 50 ml, mos gaboj. Po, 50 ose 30. Këtu nuk është, po nuk ka rëndësi. Ky është parfumi. Ky është parfumi. Siç e thash, ka një aromë fantastike. Nuk e di, nuk do e ndaj tani nga rutina ime. Besoj se do boshapiset shumë shpejt, sepse, siç e thash, nuk kam shumë parfume për tani në sezonin e dimrit dhe ky është i dyti, domethënë kam vetëm 2. Dhe unë shkoj në shkollë, në punë dhe normalisht që e përdor parfumin çdo ditë dhe shpresoj që dhe ua sugjeroj të gjithëve sepse ka një aromë fantastike, sidomos për tani në dimër, dhe kush e pëlqen kanellën, merreni. Ky është vërtet shumë i mirë dhe me një çmim shumë të arsyeshëm për rezultatin që ka dhënë ja vlen. Ky është produkti i dytë me këtë paketimin. E kam përdorur, siç kam thënë, nuk e di, përdor të gjitha produktet para se të vinë, sepse dua që t'i hap të shikoj dhe kur gjej kohë pastaj duhet t'i paketoj sërish dhe të bëj video për ju, unboxing. Kalojmë tek produkti i tretë dhe nuk e di. Ky është produkti që dua më shumë sepse është një shkop selfie, domethënë po e them në shqip, është me këtë bën foto. Unë kam pasur një kur isha me pushime, por mu prish sepse e kam fotur shpesh herë në ujë kur isha në det dhe u ndrysh ka pjesa dhe nuk hapej dhe mbyllej më dhe thash po marr këtë, edhe këtë e kam marrë nga TikTok Shop, ishte shumë viral domethënë dhe ja vlen sepse e kam përdorur, e pash. Do t'ua tregoj me detaje. Këto janë 2 dritat, 2 llampat po themi, që i vendosem për të bërë dritë. Janë me karikim dhe karikusi të vjen në paketim, po e ndes njërën
Do me thënë ka ngjyra të ndryshme, është kjo e para, është kjo, si që të shironi, do me thënë nga ngjyra të qelta, ngjyra pak si që është kjo të verdh, dhe kjo, janë gati 6-7 ngjyra, dhe kjo të ndihmon, do me thënë, kur nuk ka diell, apo kur do të bësh foto në dark, ja ku e keni. Janë 2 copë dhe vinë të paketuara bashkë me shkopin. Dhe vendosen, nuk e di nëse e shikoni këtu, vendosen kështu të dyja, këtu është më mirë, një këtu dhe një këtu. Po ju tregoj dhe pjesën e shkopit, qesja ka ngelur të brenda, është këtu, e hap deri në 1,80 cm. Është kjo pjesa këtu që ka 4 këmbë për të qëndruar. E provoj ta hap pak. Janë këto kështu. Pastaj për të mbyllur është shumë e thjeshtë. Thjesht tërheqim këtë pjesën këtu. Edhe mbyllet. Pastaj tek pjesa lart është kjo pjesa që mban telefonin dhe rrotullohet nga të gjitha anët. Dhe kjo pjesa këtu që e fikson, do me thënë që mos të bjerë telefoni. Dhe diçka që më pëlqeu është ky syri këtu, dhe kur vendos telefonin dhe ti je përballë shkopit dhe lëviz djathtas majtas, kjo lëviz automatikisht, do me thënë. Nëse ti lëviz djathtas, lëviz kështu dhe majtas kështu. Do me thënë, ka këtë syri magjik, po e themi, dhe kjo më pëlqen sepse kur do që të bësh video dhe të tregosh diçka, nuk ka nevojë që njeri të rri rreth teje me telefon në dorë ja ku është zgjidhja. Thjesht vendosni telefonin këtu dhe çdo gjë zgjidhet. Kjo më pëlqeu, domethënë është një blerje vërtet që ja vlen, sepse kisha kohë që më ishte prishur, nuk e di tani pse s'po mbyllet. Po, kështu. Dhe thash që më duhet se s'bën, sepse e kam shumë bezdi që t'u them njerëzve më bë një foto, më bë një video, dhe pak të, domethënë, ky nuk mungon asnjëherë në çantën time. Është pak i rënd, me thënë të drejtën, rreth 800-900 gram, po themi. Por gjithsesi e bëj këtë sakrificë sepse ja vlen me pak fjalë, sepse të bën foto dhe video shumë të bukura. Këto ishin dhe produktet që më kishin ardhur. Kjo ishte dhe videoja për këtë javë, shpresoj t'ju ketë pëlqyer, dhe nëse po, mos harroni të lini një like dhe një subscribe, pasi kanë ardhur shumë persona të rinj në kanal, dhe ju them faleminderit që më ndiqni dhe do shihemi në video të radhës.